Sindikatet e punësuarve në Ministrinë e Kulturës ka reaguar duke thënë se punonësit në këtë ministri për festat e Pashkave kanë mbetur me xhepa të zbrazur. Sindikata kujton se çdo muaj mars nga viti 2021 e në vazhdim, kur rregullohet paga minimale dhe kur pagat në kulturë duhet të harmonizohen me pagën minimale, sipas marrëveshjes kolektive, edhe këtë vit punëtorët e kulturës po përballen me probleme, ndërsa shtojnë se këtë herë edhe pa pagë. Çdo muaj mars nga viti 2021 në vazhdim, kur rregullohet paga minimale dhe kur pagat në kulturë duhet të harmonizohen me pagën minimale sipas marrëveshjes kolektive. Edhe këtë vit punëtorët e kulturës po përballen me probleme. Kësaj radhe dhe pa pagë për shtetin dhe institucionet është e diskutueshme ose për afrimi me pagën minimale sipas kodit kulturor ose 10% sipas marrëveshjes së përgjithshme kolektive, të dhënë 2 vjet më parë për të gjithë sektorin publik pa përjashtim. Ndërkaq, në të njëjtën vit qëndrojnë edhe nga partia opozitare maqedonase LSDM. Nënkryetaria Kristina Kostova thotë se me qeverisjen aktuale të DPMN-s, punëtorët nuk kanë qetësi e rehati as në ditë festash. Ose ligjet nuk vlen për qeverinë e Mickoskit ose nuk I interesojnë fare punëtorët. Fytyra e vërtetë e qeverisë DPMN është mos interesim total për qytetarët. Paga nuk është problem, është një drejt bazë ligjore e garantuar e çdo punëtori. Kemi ardhur në atë pikë ku në Maqedoni nuk flitet më për zhvillim ekonomik, por nëse qeveria mund të përmbushë obligimin ligjor, pagesën e pagës së fituar. Fytyra e vërtetë e qeverisë DPMN është mos interesimi total për qytetarët. Punonësit e sektorit publik, shton Kostova, meritojnë të dinë të vërtetën, sepse nuk u janë paguar pagat dhe ajo pyet se kush do të mbajë përgjegjësi për këtë. Nga opozitari LSDM vlerësojnë se standardi I jetesës është në fund, ndërsa çmimet dhe faturat janë vazhdimisht në rritje.